kujdeset sot edhe për formimin e qeverisë. Ne sot e kemi edhe vazhdimin e seancës, do të shohim se sa do të jetë në gjendje opozita për ndjek procedurën. Si veteran të luftës, ja urojmë detyren e deputetës se kemi një kërkesë si votues të secilit subjekt politik që bënë diçka në drejtimin e gjykatës speciale për shkak se edhe Amerika po dhe që atje po akuzohet në të drejtat e njerit, për ushtrim të drejtat vazhdimisht. Dhe kemi për obligim të mbrojnë interesat e secilit qytetar të Kosovës dhe konsiderojmë që edhe ata janë qytetar të Kosovës, edhe duhet jeni në mbrojtje të vlera të UÇK-s. A mund ta më shkruani ose me vete? Ma jepni me vete. Faleminderit shumë. Pra nëse opozita është gati sot të mos bllokojë, vazhdojmë me procedurat e paraparë. A ka marrëveshje me dikon? A keni bërë marrëveshje? Ma do ta shihni sot, vendi është sot në kuvend. Ju pak minuta ndoshta do t'ju bie të prisni. Mirë, po e gjitha do të varet nga vullneti i opozitës. Presidenti atje ju tregoi që në sensin e gjykatës kushtetuese nuk bëhet seanca konstitutive për të bllokuar, po në sensin e zhbllokimit. Prandaj shohim sa sikur do jemi. Jemi shumë optimist edhe jemi shumë të gëzuar që sot vazhdojmë këtë seancë. Faleminderit.